Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takoheni sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Duke qenë pozitiv, duke qenë energjik në këtë ditë kaq të bukur edhe pse shumë vap jashtë, unë e di që ju sot keni preferuar që të kaloni këtë të ngrohtë të madh me familjen tuaj pranë brigjeve të bukura shqiptare. Por e di që jeni dhe në kureshtje të dëgjoni komentet e mia, analizat e mia, bindjet e mia rreth ngjarjeve që po tërheqin një vëmendje të madhe tek publiku shqiptar që i takon medias ros. Do të nisim këtë komentim duke biseduar dhe duke folur, duke analizuar në fakt këngëtarin më të dashur të kohës së fundit. Kush është këngëtari më i dashur për ju? Këngëtari më i dashur për të gjithë ne, tashmë që është edhe më i klikuar, edhe më i ndjekur, që do me thënë të gjithë i kemi sytë katër vetëm e vetëm të ndjekim se qa po bën ai, është Gjesti. Gjesti natën e mbrëmshme, ashtu siç edhe unë e paralajmërova 2 ditë me radhë që do të jetë një festë gjigande, që do të jetë një koncert madhështor në një ndër klubet më të mira të Gjermanisë, aty ku edhe performojnë artistë me famë botërore nga e gjithë bota, më thënë nuk është një klub shqiptar, është klub i përgjithshëm. Pati fatin që të performon natën e mbrëmshme edhe Gjesti. Gjestin shqiptarët kanë mbështetur në të gjithë rrugtimin e tij, në të gjithë format e mundshme, në të gjithë mënyrat se si ai ka ardhur, qoftë në Big Brother Kosovën, qoftë në Big Brother Shqipërinë, por edhe në të gjitha koncertet që Gjesti ka gjithandej, edhe me patjetër, ashtu siç edhe unë e thash në 2 ditë më herët, që fluksi i madh i shqiptarëve që dëshironin të ndiqnin këtë koncertin e mbrëmshëm nga afër ishte i paimagjinueshëm. Dhe pikërisht ishte Gjesti ai që nuk duroi dot më me atmosferën që u krijua, që në momentin kur Gjesti u ngjit në skenën gjigande, me atë ambient madhështor ku të gjithë fansat, ku të gjithë të pranishmit, që ishte një numër goxha i madh, do me thënë jeni dëshmitar vetë asaj gjëje, sepse qindra mijëra video janë postuar në rrjetet sociale dhe vetë protagonisti në fjalë, vetë Gjesti ka postuar disa video nga nata e mbrëmshme duke falenderuar të gjithë shqiptarët të cilët kishin lënë punët e tyre, momentin e tyre vetëm e vetëm për të ndjekur nga afër koncertin e Gjestit dhe për ta jetuar këtë performancë të bukur që Gjesti dhuron. Dhe pikërisht atmosfera që u krijua, niveli që ju dha asaj atmosfere të zjarrt, e detyroi Gjestin që të hiqte edhe maicën dhe të këndonte i zhveshur. Por mbrëmja ku tërhoqi më shumë vëmendje, domethënë momenti që tërhoqi më shumë vëmendje gjatë natës së mbrëmshme ishte kur fansat në çdo farë lloj forme, në çdo mënyrë, në çdo situatë mundohen që të dëgjojnë diçka nga Gjesti, që të kuptojnë diçka nga Gjesti, që të dinë një diçka më shumë nga vetë Gjesti, sepse mendojnë se në qoftë se një pyetje e tyre bëhet në koncert, Gjestit edhe mund t'i rëshket goja dhe mund të jep atë përgjigjen e shumë pritur për të gjithë ne shqiptarët. Dhe pikërisht është kjo videoja që unë tashmë do ta lëshoj pak me zë që ju ta dëgjoni, kur një nga fanset i propozon në një farë forme me shaka, normalisht se nuk ja ka propozuar me gjithmonë, ndoshta ajo ja ka thënë edhe me gjithmonë, por unë e quaj si me shaka, i ka propozuar Gjestit martesë dhe Gjesti i kthehet me buzëqeshje dhe me humorin e tij që unë jam i martuar, dhe kjo videoja u bë aq virale në rrjetet sociale sa që, do me thënë, bëri namin fare momenti kur Gjesti thotë unë jam i martuar. Por unë e kam dëgjuar, ju e keni dëgjuar, sepse mbrëm në orën 2:30 po ndiqja koncertin live, edhe e pash se çfarë energjie kishte, edhe e pash se çfarë entuziazmi kishte, edhe e pash se në çfarë niveli është Gjesti. Do të thënë, për të gjithë ato që thonë se Gjesti ka rënje, thjesht gënjejnë edhe mashtrojnë veten e tyre. Gjesti ka një sukses të jashtëzakonshëm, por unë dua sjell tash videon pak që ju ta dëgjoni se çfarë Gjesti ka thënë dhe se si Gjesti i është kthyer kësaj gocës të mrekullueshme
që ajo i thot që dëshiron të martohemi dhe Gjesti i thot që unë jam një burr i martuar. Do të kisha lutur nëse mundet pak videon që ta dëgjojmë për publikun. është danoc fare, është gjigant, me thënë mënyrën se si kthen këto përgjigjet, se sa i lezetshëm është në këtë atmosferën e bukur që e krijon, realisht energji vetëm pozitive. Me thënë Gjesti të çon të mendosh që nuk ke asnjë hall në jetë, vetëm pozitivitet dhe adrenalin. Kjo vjen nga vetbesimi, nga puna e madhe, nga dëshira e tij për të shfaqur të gjithë atë artin e tij që ka brenda në shpirt. Dhe unë nuk pa ta thënë të gjithë ato që do kenë fatin të shkojnë të shohin koncertin e Gjestit, të ndjekin këtë mbrëmje madhështore, do të jenë njerëz me shumë fat, sepse Gjesti di të krijojë vetëm ambiente të bukura. Gjesti di të dhurojë vetëm dashuri dhe Gjesti di të dhurojë vetëm pozitivitet. Edhe këtë koncertin e datës 28, Gjesti e mbylli faqe bardhë. E mbylli me sukses, e mbylli me shumë publik që më duhet të ripërsëritem, do me thënë jo çdo këngëtar, jo çdo artist e ka të luksin të ketë kaq shumë publik dhe kaq shumë dashuria. Kanë mbaruar 3 muaj, po themi, po shkojmë për muajin e 4 nga Big Brotheri. Gjesti nuk është se ka punuar shumë këngë, nuk është se ka punuar shumë hite, shumë këngë që do të fasiononte publikun, do me thënë publiku Gjestin e ka vlerësuar me patjetër që për këndimin as që vën diskutim, por e ka vlerësuar edhe për njeriun që është, e ka vlerësuar edhe për shpirtin që ka, e ka vlerësuar për këtë pozitivitetin, për këtë energjinë e bukur, dhe kjo energjia e bukur i dhuron Gjestit vetëm forcë, i dhuron Gjestit vetëm dashuri, i dhuron Gjestit vetëm adrenalin. Dhe për këtë pikën Gjesti është i mrekullueshëm. Mbrëmja përfundoi me shumë pozitivitet. Gjesti tashmë do të kthehet në Kosovë sepse ka shumë punë për të bërë. Ju e dini shumë mirë se Gjesti ka paralajmëruar një projekt që në fakt është duke përgatitur, kënga Gasolin, një këngë e cila do të vi shumë shpejt në kanalin zyrtar të YouTube-it të Gjestit. Do me thënë, besoj dhe kjo kënga do ketë shumë sukses. Tashmë Gjesti ka ditët pak më të lira, do me thënë nuk kemi një poster të një mbrëmjes së Gjestit, me patjetër që nëse do të ketë një ofertë Gjesti nuk do ta anashkalon, sepse nga këto gjëra ka më shumë interes se sa edhe nga kënga në YouTube, por janë biznese të dija të lidhura, në qoftë se nuk do të ishte kënga, nuk do të ishte koncerti. Mbrëmja ishte fantastike, shqiptarët janë argëtuar, komentet ishin gjitha pozitive, dëshira e madhe për të parë Gjestin ishte pakrahasueshme. Në thënë Gjesti ka bërë namin natën e mbrëmshme në Gjermani. Ne do të rikthehemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.